Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit dhe lajmet që po ndodhin brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Do të ndalojmë për të komentuar një marrëdhënie që në fakt ne menduam që do të krijohej një shoqëri, por me riardhjen e Egli Takos në shtëpinë e Big Brother, siç duket, kjo marrëdhënie tashmë është shkatëruar. Natën e mbrëmshme, Gjesti u përballi vetëm në të gjitha akuzat dhe në të gjithë sulmet që i erdhën në Storm Arena duke ruajtur murën, lopën që vllau i madh e ka futur në këtë shtëpi, nga banorët siç është Aldo, Rizarta, Gerta, Ola, Jozi, të cilët mundoheshin të godasin Gjestin duke i quajtur një mashtrues, duke i quajtur një langaraç dhe mbi të gjitha duke i quajtur një djalë i cili si metodën më të mirë për të shkuar në finale lëndon zemrat e femrave. Siç duket, rihyrja e Eglit e ka bërë që Gjesti të jetë në shënjestër të këtyre marrëdhënieve. Një marrëdhënie që në fakt ditë më parë komentoheshte si një shoqëri e mundshme nga ana e Gjestit edhe Aldos, një shoqëri që do t'jepte shumë lumturi, që do të bënte shumë pozitivitet në shtëpi dhe ishin miq të përbetuar, por në anën tjetër, siç duket, Aldo po mundohet të përfitojë nga çdo situatë për të goditur Gjestin dhe banorët tashmë janë bërë në një grupacion që Gjestin të acarojnë që Gjesti të mundohet dhe të largohet nga shtëpia Big Brotherit. Gjesti përsëri i fuqishëm u mundua që t'i mban të gjitha situatat në kontroll duke ju kthyer të gjitha banorëve përgjigje, konkretisht Aldos duke i thënë që ti thjesht Rizartën po e përdor për ndjenjat e tua, ashtu siç përdori Jozi në këtë rast Loredanën. Gjesti mbrëm ka qenë shumë i goditur dhe ai në shkëmbim të këtyre goditjeve, të paktën kur Gerta mundoheshte që ta përdorë në riardhjen e Eglit, por edhe situatën e Gjestit, Gjesti fliste me murën duke i thënë që kemi dy lopa në shtëpi, një është Gerta edhe e dyta je ti. Ka patur një diskutim të madh edhe ngjarje që në fakt ndjekësit të rregullt të Big Brotherit filluan të shprehin dyshimet e tyre për sinqeritetin e Aldos në këtë pikë, i cili mund të përdorën çdo marrëdhënie vetëm e vetëm për të qenë i diskutueshëm dhe për të qenë pjesë e prajmit, japin mendime të ndryshme. Unë do kisha dashur të marr mendimin tuaj se si ju e shikoni ndryshimin e menjëhershëm të Aldos pas hyrjes së Eglit në shtëpinë e Big Brotherit. A do ndikoj kjo pjesa që Egli menjëherë u pozicionua në koltukun e kuq, gjatë kohës kur mbrëm po bisedonin, Egli ul në vendin e saj, ashtu siç edhe unë e thash në live-in tim se më patëm pyetur se ku do të ulet Egli. Egli nuk do ndryshoj vendin ku është ulur, sepse por i kthehet, nuk është banore e re, por jashtë në verandë ajo u pozicionua në grupin e kuq, u pozicionua pranë Gertës, Aldos, Jozit, të cilët mundoheshin të merrnin informacione nga Egli, dhe Egli nuk është se i qëndroi besnike Gjestit, dashurisë së jetës së tij. Do shohim se si do shkon kjo marrëdhënie. Sot ka nisur dita shumë e ftohtë, secili në kokën e vet. Debatet ka nisur mes Eglit edhe Rozanës, por në vazhdim do kuptojmë se çfarë do të ndodhen.